Përshëndetje, jemi në zhjën e lëvizjes bashkë, jam unë Artan Kacani, së bashku me antarët e Demira Kaliu, jemi këtu për të folur për periferinë e qytetit Durrësit, për një seri problematikash të ndryshme që lidhin qoftë në aspektin social, por njëkohësisht edhe ekonomik dhe të mobilitetit. Përshëndetje Ladi. Përshëndetje Artan, siç e thamë edhe jemi në zhjën e lëvizjes bashkë, do donim të prekim disa tema për periferinë, që është aq e rëndësishme sa po dhe qendra e qytetit. Në periferi tan janë kanalet hapur, si thon, kanalizimet janë në një mënyrë katastrofike, pastrohen kur ka fushata me kërkesë, po nuk bëre kërkesë as nuk të fshkëllen njëri fare. Po bën disa punime për kanalet e lagjes me sa shoh pa pikën e kriterit, pa standarde, pa pusetat mirëfillta, se nëse ti mbyll një kanal, i vën një tubë aty 200 apo 500 sa është ai dhe nuk i vën ato bashkuesët, anësorët apo dhe pusetat lart, kur bie shi në dimër, normalisht që ai uji nuk vetëm në kanal, po do rrinë në shtëpiat që avash që ti je urbanist, di shumë mirë, po fundosen, po ecin pak e na pak, po ecin poshtë. Dhe ta mendosh që para 10 viteve, 2016, kishin sjellë vendoja se kryetari i bashkisë në Gjyshtaku thonë nuk do i quajnë më as kneta, por do i quajnë zona e qytetit Durrësi i ri. Fliste mbase për investime publike, fliste mbase për një interes më të ri për zhvillimin e qytetit. Ka pasur një zhvillim 10 vitet e fundit në zonën e periferisë? Ndoshta ish kryetari i bashkisë e kishte zhvillim imagjinar, sepse zhvillim praktiku nuk shoh. Çfarë bën nga privati brenda atij kuadratit të copës tokës që ka vetë, që ka shtëpinë e vet, sepse nuk shoh as kanalizimet mirëfillta, as trotuare, edhe ndriçimet që janë bërë dikur u vunë në 2017, mos gaboj, apo në një fushat elektorale, pa kriter, thjesht kishin ca llamba i vunë aty apo kanë marrë një tender, çfarë do diun, edhe aq nuk i kanë ndëruar me njëri ato llamba që janë ndjekur. Fare, zero. Ose për shembull, në lagjen time, me sa diun, nuk ka asnjë, si të thosh, një pjesë të lirë për të lodhur fëmijët. Normalisht, nëse nuk bëhen kanalizimet, edhe sikur ta bësh atë shesh loje apo shesh pushimi, do përmbytet me ujë. E kupton? Rrugët nuk ka asnjë rrugë të shtruar nga lagja ime në spital tek shkolla Naim Babameto. Rrugë që të shtruar nga bashkia, të mirëfillt me projekt, nuk kam parë një rrugic të shtruar përveç rrugës Aleksandr Vova, që rruga kryesore, që çon tek porti ekonomik të interesat e oligarkëve, se për ato punohen, për njerëzit e thjesht nuk shoh asnjë lloj punimi të mirëfillt. Faktikisht, ku themi periferia dhe zonës kretës Durrësit, dhe njëherë krijohet ideja se kush vetëm një lagje ose një komunitet, po faktikisht është shumë herë më e madhe se sa. Me sa e kuptoj unë periferia e Durrësit, domos zona e ish knetës që quajnë Durrësakët, unë mendoj që është gati sa dhe qendra e qytetit. Është shumë e shtrirë në sipërfaqe, pothuajse ka banor më shumë se 50-60% në krahasim me qytetin, sepse ndoshta në pallatet e qytetit Durrësit në çdo pallat 2-3 veta, 2-3 familje mund të jetojnë. Kurse atje relativisht ka banor, me fjalë ka jetë ekonomike, ka jetë shoqërore, por nuk ka zhvillim, nuk ka investim nga bashkia, nga pushteti qendror dhe shumë e radhë. Le të kujtojmë që në vitet 80, 20% e popullsisë urbane jetonte brenda qytetit, 80% jetonte deri diku me detyrim popullsi deri diku rurale. Në vitet 90 Shqipëria ishte një krizë të madhe strehimit dhe nevoja për banesë ishte tejet e lartë. Ndërtimet që u bën ishin ndërtime për të garantuar një mirëqenie më të mirë, një jetë më të mirë afër qytetit, ekonomisë, mundësive të punës, vendeve në kuptimin edhe afërsisë fizike. Sa kjo shpresë, mund themi, është realizuar apo është shëshuar në kuptimin deri diku në aspektin edhe urban, të gjithë botërisht me studentë njëherë flasin që periferia është vendi eksperimental ku prodhohen dinamika të reja dhe jepet energji të res. Çfarë mund të themi në kuptimin e periferisë qytetit Durrësit? Si është si periferi, prodhohet punë, njerëzit ndjehen për takonisë të lagjeve të tyre, pavarësisht se kemi bërë me një limitim, siç po thoshëm deri diku, të shërbimeve publike. Kemi bërë me banorët të cilët japin në kontribut në punë, duke kaluar vështirësitë që mbase mendohesh në viteve 90, a ka ardhur ajo lloj ndryshimi i pritur, mund ta quajmë kështu?
Unë do thosha që periferitë e qyteteve të Shqipërisë relativisht janë ndërtuar sipas mundësive të secilit. Nuk ka qenë një zhvillim i ndërtimi projektuar me lagjet projektuara, me hapësirat projektuara, me kanalizimet projektuara, po secili individ, duke qenë që në periferitë, në fshatrat nuk ishte me jetë që njerëzit mund të jetonin, nuk ishte spital, nuk ishte shkollë, nuk ishte farmaci, nuk ishte asnjë. Detyrimisht njerëzit u spostuan. Në qoftë se para viteve 90 ishin detyruar, siç edhe ti, të rrinin njerëzit në vendet rurale, mbas viteve 90 njerëzit u spostuan edhe për një si thonë necesitat, për një nevojë shumë të fuqishme, sepse ti nuk mund të mbaj fëmijët ku kam lindur unë, për shembull në fshatrat e largave të Beratit, kur edhe sot e kësaj dite propagandon rruga ka 15 vjet, po akoma nuk është përfunduar. E kupton? Dhe sidomos të paktën spitalla që unë bëj pjesë e kësaj lagje, ne aty secili nga ne ka ndërtuar në bazë të nevojave, në bazë të mundësive. Deri diku njerëzit janë si thua, janë edhe kanë qëndruar edhe korrekt që të formonin një lagje të mirëfillt, po prapse pa projekt të mirëfillt inxhinierik apo geometrik. Asnjë gjë, e kupton? Kjo është problemi. Normalisht periferia mbart atë pjesën punëtore më të madhe të një qyteti, sidomos të Durrësit. Në krahun e spitallës ndodhet edhe porti i Arshëm, që momentalisht është në dorë të oligarkëve dhe nuk i shërben, si të thosh, asaj lagje që të ketë një zhvillim ekonomik. Por ideja është që, okej, erdhëm këtu se erdhëm për një nevojë, siç thash, nuk është se erdhëm nga qefi të futshim në kënetën e Durrësit, se normalisht këneta është kënet. Po sot që ne flasim, 2025-ën, kanalizimet e kënetës janë ato që ka bërë italiani para luftës dytë botërore dhe sistemi komunist që e perfekcionoi, që e thau kënetën e kudiun. Akoma në atë projekt janë. Me fjalë, kanalizimet kulluese e ndërtuese nuk bëhen me projekte, nuk bëhen me për t'i dhënë një jetë më dinjitoze, më të thjeshtë qytetarit. Që fëmijët mos të vënë vetëm në kurset private të sportit apo të çdo lloji sporti, po të kenë mundësi edhe në një hapësirë publike. Se jo të gjithë e kanë mundësinë të shojnë fëmijët në kurse private. Pjesa ekonomike në Shqipëri e dinë të gjithë. Nuk ka se do të po e denoncojnë ne sot. Pjesa ekonomike e dinë që njerëzit mezi harrejnë javën e tretë ose pastaj janë me 400 problem të harrish. Nëse janë në punë, se po si janë punë pastaj. Duhet mendojmë që banesat në shtëlimet e qyteteve metropolitane të mëdha pas diktaturës socializmit ishte një fenomen jo vetëm në Shqipëri, por ishte një fenomen të gjithë Ballkanit. Në Beograd janë ndërtuar banesa në periferi, në Podgoricë po ashtu, në Prishtinë po ashtu, në Shkup po ashtu, në Athinë po ashtu, në Napoli po ashtu, pavarësisht se nuk lidhet drejt për drejt me rënje regjimesh pas viteve 90. Kemi bërë me një fenomen deri diku mesetar, por jo vetëm, ka bërë me tranzicionin politik. Dhe ajo çfarë dallojmë është te periferitë e rasteve në Shqipëri, kryesisht edhe qytetit Durrësit, shohim që banorët kanë prosperuar. Do të thënë, kanë ndërtuar 2 kate, 3 kate, katën e parë mundësisht në një aktivitet ekonomik, duke menduar se do të bashkëtojnë me çaje, me hala, do të bashkëtojnë bashkë fëmijët e tyre, do të vinë, do të jetojnë prapë në këto banesa. Kuptojmë që kemi bërë me një densitet më të madh, kuptojmë që kemi bërë me një dëshirë, me një pritshmëri më të lartë. Ndryshe nga shumë periferi tjera, për shembull ndonjëherë ku shohim ato të Kosovës apo Malizia apo edhe Beogradit janë, apo edhe Maqedoni janë banesa nikatëshe të vogla, gjithë me një çati, kopja njëra tjetrës, kurse ku vjen tek ne është një dimension të madh, është ka të bëjë me dëshirën, ka të bëjë me mendimin për një tarë më të mirë, për shmëri më të lartë të mbase. Unë jam një ish imigrant, nga 94 jam larguar nga Shqipëria sa mbarova shkollën e 8 vjeçare dhe kam ikë drejt Greqisë, me periudha, me fjalë jo gjithmonë. Pastaj jam kthyer edhe për shkollën e mesme, ku diun. Gjithë ai vrull që ne kishim nga 94 apo nga 90-ta edhe këtej, largimin masiv, punët në emigracion, i gjithë ai, si të thosh, prodhim apo ato lekë të kursyra që ne kishim andaj u hodh drejt për drejt në ndërtimin e Shqipërisë, për të spostimin masiv. Dhe ndërtimet edhe sot e kësaj dite bëhen në
në një farë me projekte akoma primitive, jo me projekte të mirëfillta, për shembull, marrim një jo shumë periferi, por në një pallat në Durrës që bëhet. Me sa shohun për shembull, nuk ka një projekt kanalizimi të mirëfill. Thjesht zë kapin atë tubin e ish që ka bërë sistemi, i fusin të gjitha natë të kolektor aty, dhe pa menduar që ky pallat nuk do ketë 1, 2, 3, 10 familje, por do ketë kujtimo sa ka të bëhen, ti e di shumë mirë që popullat ne tani njerëzit duan të ikin larg, to ne harruan tërmendjen 2019-s apo 20 kur ishte, po duan që të ikin sa më larg, që të jenë sa më afër qendrës, që të kenë sa më shumë shërbime. Por problemi është që pallati në vetvete ndoshta projektohet mirë, por nuk projektohet për aq njerëz sa do mbaj ky pallat, sa ujëra duhet heqi. Për mos flasim pasaj për ujin e rrjedhshëm që në çdo lloj partie që ka ardhur, që ka bërë fushat, do kemi ujë 24 orë, por nuk e di këto 24 orë nuk janë mes në muaj, po vash po vjen në vite, kupton? Dhe nuk ka ujë të qëndrueshëm. Për shembull në lagjen time, që është një nga lagjet nga pikpamja ujësjellësit ka funksionuar deri, ka pasur ujë. Përkundërzi për shembull në qytete, në pallatet e larta është një problem se nuk vetë ujë më pallat, kurse ne kemi pasur. Por prapë me orar. Uji është jetë. Rrugët janë jetë, shkolla është jetë. Për mos të them pastaj ligje që është tek këtë. Njerëzit nuk në Shqipëri nuk rrinë sepse ka luftra apo ku diun. Njerëzit nuk rrinë sepse niveli i mirëqenies është akoma shumë i dobët, le për të dëshiruar. Se nuk kiket kollaj nga vendi që ke linë. Në Gjermani, në Angli, në Kanada, ku diun, nuk e se vetë të kanë shtruar me flori. Po mungojnë të gjërat bazike. Sistemi i banimit është një gjë jetike për njerëzit. Nuk e se është hese hallosemi. Nuk hallosesh do, se është përditshmëri. Ti do jetosh në përditshmëri. Rrjeti i urbanit që vetëm spital është një nga më të degraduarit. Autobusi që vetëm spital Porto Roman dhe qendër është një nga më të degraduarit. Me fjalë, autobus të viteve ku diun. 2000 është ndoshta shumë shpejt, ndoshta edhe më përpara. Që shkon frëngjisht sigurisht. Po përveç asaj, ideja është që nëse ti merr një bilet me të drejtë, sepse çdo gjë ka koston e vet, do të japsh edhe shërbimin për atë që ti po. Apo jo, sepse taksa ti paguajnë të gjithë, duam apo s'duam. Edhe normalisht taksa do paguara, se ndryshe shteti nuk funksionon. Është autobusi gati pastohet. Jo, gati kur hapet dera autobusit për val spital, te nuk besoj që të ma kundërshtoj dikush, kur hapet e dera ka ca zhurma të frikshme, sigur po ku diu po përcet ndaj bombë kështu, kupton? Nisë sigurt. Ti duhet të kesh kujdes, thoj ç'a po bëhet këtu, ku jam? Edhe në një ditë që janë ato trafike të shumë të shmershme, frikshme, gati u kalojnë edhe atyre. Frikshme. Unë them që okej se çdo kompani ekziston për të fituar, për të prodhuar, si thonë, ekonomi që është tek, po edhe shërbimin duhet t'i afrohesh pak. Se jemi në qendrën e Evropës dhe që marrë, nuk e se jemi në periferitë e Evropës. Paktën gjeografikisht, pastaj ndoshta politikisht jemi akoma shumë brapa. Faktikisht ne në Shqipëri kemi shfrytzuar rrjetin e dikueshëm, çfarë është ka qenë dhe zhvilluar gjatë diktaturës, gjatë socializmit, dhe zhvillimet urbane janë përqendruar aty. Kujtojmë që periferia dhe qyteti i Durrësit kanë sistemet e kanalizimeve më të rëndësishme dhe më komplekse në të gjithë qytetet e tjera në Shqipëri, duke pasur edhe ato që quhen rrjedhat e kullimit të kanaleve, siç është rrjedha përgjatë të Kodrës, përgjatë rrugës Varrezave, po njëkohësisht edhe hidrovori kryesor në qendrën e zonës së Knetës për të mbledhur edhe ujërat e shiut. Shumë thënë që Durrës ka kanalizime, duhen mirëmbajtur, por ne shohim që ujërat e zeza shkarkohen tek hidrovori. Shohim që hidrovori nuk mbledh vetëm ujërat urban, por mbledh edhe ujëra të zeza. Është sepse ka munguar investimet në ujërat e zeza? Unë flas për periferinë, nuk ka ndarje të ujërave të bardha me të zeza, vend të gjitha në një kanal. Me fjalë, njerëzit janë me gropa skeptike, që quhen teknikisht, ku derdhen edhe ujërat e zeza dhe ujërat e bardha. Me fjalë, nuk ka një ndarje. Të paktën për periferinë, nuk e di qendrën, se ndoshta ka të, si thonë, impjantin e vjetër të kohës
ko sistemi komunist, po periferia nuk ka fare në ato gjërash. Çdo gjë është një qell të hapur. Me fjalë, ujërat e zeza bashkë me ujërat e bardha derdhen në një kanal që ka qenë kanal Kullus dikur, siç e thënë ti që pret ujërat e Kodrës, pastaj është kanali i dytë, pastaj është qendrori që i çon në hidrovor. Nuk kanë këto ndarje, nuk ekziston një arrit i tillë fare, zero. Siç thash, po bëhen ca punime që janë futur sa tuba, disa kanale janë mbuluar, po pa projekt të mirëfillt në kuptimin që për shembull shirat që eran para pak ditësh. Akoma kanalet janë kështu gjys për gjys, 50% janë mbyllur. Kur këto kanale të mbyllen plotësisht, pa puseta të mirëfillta që të tërheqin ujin e shirave, Do të përmbytje. jo, nuk do të përmbytet, aty nuk do bëhet të mësh, është pamundur teknikisht. Pak si e kuptoj unë. Në qoftë se punimet do vazhdojnë me këtë kriteri që kanë filluar tani, që kanë gati muaj e muaj, mos them vit që janë ndërprerë, nuk e di për ndoshta mungesë fondesh apo ku di unë, por punimet, kanalizimet që po bëhen tani janë shumë herë më të dobta nga ato që ishin, se të paktën kanalet kur ishin hapur tërheqin ujë. Edhe të shirave kur ka reshë të dembra, por edhe nga ato që njerëzit shkarkojnë. Kur këto kanale të mbyllen, ujat e shirave, kjo mua më shqetëson jashtëzakonisht, sepse siç e di, ti je urbanist edhe në profesion, në qoftë se nuk do ketë kullim, Ku do të shkojnë? ku do të shkojë ju? Do të qëndrojë aty, me fjalë çfarë marri toka mend do ta thithë vet, kur të ngopet, do rri aty. Bashkia do të në Lezhë për shembull. Të shohësh në Lezhë është katastrofë, është gjimnaf. Lezhën e publicizojnë sikur është mrekullia e 7 apo e 8. Po, faktikisht kur vjen dimër ato shkretat mbyllen brenda, s'vend do të marrin bukë, s'vend do të shkollë, s'vend do të spital. Se s'ke nga kanon. Po do marrësh një varg, po do rrishan. Vend që të bëj kanalizime të ujave të zeza, shkojnë dhe mbyllin ujat e Shkojnë edhe bardha. në ujat e bardha, shkojnë edhe bëjnë ndërtime pa një projekt të mirëfillt që këto ujërat të ikin. Tani, kjo çarja e fundit e argjinaturave, nuk u kontrollua kjo përpara të bini shirë, dirishin e po futësin në stinën e shinave. Kjo bashki që thotë, publikon kaq shumë të ardhur nga turizmi, ku di unë. Për çfarë është aty? Them për Lezhën sepse ka edhe Vlora, por Lezhën po e shoh këto ditë nëpër lajme, shoh që është gjendje katastrofike, thonë 10 qindra mijëra hektar të përmbytur. Ku njerëzit kanë derdhur jetën e tyre, thonë mondin e tyre. Imagjinon një shtëpi banimi të përmbytet sikur 3-4 kishte ujë apo një pullem ujë, ti nuk banon dot me atë, është jashtë tezërisht e vështirë. Sepse ato ujë që vinë nuk janë ujë deti i kripur edhe okay, janë ujë të zezë. Janë edhe ujërat e sapunuara brenda. Me fjalë Është absurde. është absurde. Ta mendosh të si kush depurifikatori i ujëve të zeza kanë ndërtuar edhe banesat e reja pallatet, nëse nuk ka punë sociale për banorët që kanë humbur shtëpiat e tyre të tërmetit, ku pritet të transferohen në periferinë e largët të qytetit Durrës, që është deri ku edhe shkëputur nga lagja e Knetës, nëse nuk ka punë, pra Është shumë e shkëputur. shumë e shkëputur. Po këtu unë do të bëj një pyetje ty si urbanist. Ato kanë po thoj se disa vjet që kanë bërë, pse nuk po transferojnë njerëzit aty? Për çfarë arsye? Për çfarë arsye nuk kuptohet. Pse nuk po transferohen, pse nuk po i japin ato banesa? Apo japin vetëm kështu për fushata, presin qeritin dhe pastaj aty nuk banon asnjë. Për çfarë arsye nuk po vjen njerëzit? Faktikisht është një lojë e pisët nga bashkia e Durrësit që është të bërë. Banesat që janë ndërtuar aty janë ndërtuar me 6 milionë euro. Parashikohen që të futen 10.000 banorë, po me 6 milionë euro sa gjysma e velierës nuk justifikohet as kartonxhesi i ndërtimit. Banesat janë ndërtuar deri diku me kosto dhe materiale shumë skarse. Janë ndërtuar mbi depurifikatorin e qytetit, që vjen vesh me çfarë lloj sistemi planifikimit të qytetit, pra ndjen aromat e këqija. Dhe unë mendoj shumë që një ndër arsyet kryesore është sepse nuk ka askush nga bashkia e Durrës që të kualitojë dhe të thotë nga zyra urbanistikës që këto pallate janë të banueshme dhe tashmë mund bëhen lidhjet me elektricitetin dhe me kanalizimet. Pra kualitimi është momenti i fundit dhe nuk kam përshtypjen që nuk ka kurajo profesionale për të kualituar materiale skarse. Kjo është arsyeja pse nuk është lidhur as me sistemin e ujit, as me elektricitetin, sepse është paketa e fundit, pra momenti kur kualitohet ndërtimi, atë bëhen edhe lidhjet.
po fakti që nuk është kualituar, kjo tregon që edhe dritat, edhe uji mungon, kjo bën të kuptojmë pikërisht pra që kemi të bëjmë me një sistem jo të mirë të planifikuar teknik edhe të kullimit të ujeve. Ato pasi mund të ketë bërë bonifikimin, por është tjetër të menaxhosh ujet, ti adresosh ato te kanali i purifikimit dhe ti përpunosh ato. Unë mendoj që është një shaka e madhe që po bëhet, nuk është edhe me rastin e Durrësit, është edhe me rastin e Banzës, ku kemi shkuar për gjatë fushatës apo edhe Krujës. Shumë banesa sociale të Tërmetit janë bosh. Banorët sot janë zhvulltarur në kuptimin politika është zhvulltarur me banorët, duke i thënë që do i japin çeksat, por asnjë gjë nuk është bërë. Unë shpresoj shumë që në takme dikush të marrë përgjegjësi teknike përballë gjyqit, përballë një gjykate, rreth këtyre investimeve kaq skajse dhe mbi të gjitha targës lënies pasdore të gjithë këtyre banorëve, familjeve për vite me radhë, bën mbi 5 vite. Me fjalë për sa i përket banesave sociale këtu në Durrës që janë ndërtuar në atë lagje të vetmuar, të shpërfillur, e kanë kuptuar që është e pabanueshme. Fjalë ato pallate nuk mund të kolaudohen. Teknikisht nuk mund të kolaudohen. Nuk mund të ketë një pallat. Me fjalë kanë bërë një ndërtim aq kolosal, pa e studiuar gjeologikisht, pa e studiuar teknikisht, dhe tani vetë ata që ndërtuan nuk e kolaudojnë dot. Eksakt. Sepse nëse mund ndodhin ndërmjet tjetër, ato do të jenë të para që të goditen, të shkatërrohen, dhe nesër jemi ato personave që kanë firmosur për validimin e atyre. Normalisht, sepse kjo mbi përgjegjësi. Po në qoftë se njerëzit mbas viteve 90 erën në periferinë e Durrësit dhe në gjithë qytetet e tjera, në një farë mënyrë edhe vetë në mënyrën të themi individuale, kërkuan që edhe të respektojnë pak natyrën, se natyrën po nuk respektova natyrën, nuk është, me fjalë nuk ishte një gjë si thonë e mençur që u futun nëpër ato kënetra, por të paktën nuk arritën në atë pikë sa dhe shteti vetë vajti ndërtoi në një vend që nuk e mban. Vetë toka nuk e mban. Sepse duhet edhe ta kuptosh teknikisht që do bëj një pallat këtu, po kush janë pasojat, nga do ikin ujërat, nga do kthejmë gjinaturat e këtij. Kështu që kjo është një falimentim total i projektuesve, i atyre që komandojnë në vite, i atyre politikave themi primitive, me fjalë në mënyrë primitive, shpenzojnë, investojnë në disa, si të themi, politika sociale që nuk vlejnë për komunitet. Nuk vlejnë për komunitet. Fakt se. Janë faktikisht planet e viteve 20-30 plane vullnane italiane, që parashikojnë për zonën e Knetës koloni vendbanimi, shtëpia monofamiljare, ashtu pikërisht që janë edhe sot, të krijuar deri diku në zonën që të ngritur në forma kodrinore artificiale, dhe i quante komuniquojnë plani që në komunitete peshkatarësh. Normalisht, sepse ka qenë Kërnet edhe atje para pak vitesh, ku janë bërë sot pallatet sociale, njerëzit dilnin për gjatë, vrisnin këto, përse se ishte Kërnet edhe atje rrinin shpend, që diku i gjuajsh. Sot kanë bërë shtëpi. Sot është komplet përshtatshme. Praktikisht Durrësi ka një peisazh shumë bukur natyror që lidhet zona e Knetës me sektorin e Rinia, me zonën e Porto Romanës, ku janë ndërgjyret më të veçanta për sa i takon zogjve migratorë, për sa i takon mjedisit, habitateve të veçanta që kanë bënë edhe me depurifikimin e kripës, ujrave, ku bëshën fushatën në sektori i Rinia, më takuam ca banor historik, ishte një familje e vjetër mosh. Edhe thoshe, ne kemi tharë vetë me qizmet në dhaja gjithë zonën këtu dhe i kemi mbjellur. Pa e menë si ka qenë diku, i thoni. Pra, kemi bërë me një zonë që deri diku e ka një vizion. Pra, një vizion popullësie, mbarse të një popullësie, një ekonomie lokale, që lidhet kryesisht me zonat natyrore, me basme peshkimin, me lokalet, restorantet, e gjithë tjetë me rasafë, shifni periferinë e Durrësit drejt këtij lloji drejtimi. Apo është gjithmonë lart? Për momentin unë nuk shoh një projekt nga qeveria, nga bashkia lokale që kjo që thoj ti të ndodh për momentin. Pastaj ndoshta jam gabim,
ka projekte po që njerëzit nuk I din, ka politika sociale po që në terren nuk shifen, se nuk shifen. Kjo është, si thosh, është në shesh, nuk e se ka nevojë që të bësh hetime ku di unë që shetim. Unë shpresoj shumë që edhe hapja e gjithë kapitujve me Evropën të ndikoj pak edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Me fjalë, këta që kanë në dorë politikat sociale, kanë në dorë shtetin, kanë në dorë bashkinë, t'i vënë gishtin kokës dhe të përgjigjen nevojave të atyre njerëzve që banojnë në këto periferi. Kohë të fundit, kryeministri ka filluar të bëjë edhe një lloj satire, dhe që në Shqipëri në Europë, me forcë apo me strategji, nuk e di, me forcën e mendjes tij. Base, edhe planifikon që të sjellë skuadrën e Manchester United, qëse nuk apo City, Manchester City. Ky është një projekt që ka pak vite, po nuk e di gata, me thënë të drejtë, nuk sepse çuni ka qenë sport gati për 8-9 vite, e ka lënë në momentin se edhe u rrit që këto nuk e ka dhe shumë me qejf të shkonte, po unë nuk shoh në një akademinë e Manchester City. Do ishte shumë një të vite, janë projekte që ndihmojnë edhe fëmijët, edhe të ardhmen e fëmijëve tanë, sepse do të thotë që rrimë pak në telefon dhe merr me sporte, po për momentin unë me sa di do bëhesh në një kompleks aty afër, kur unë banoj në spital, por nuk kam pas zhvillime të tilla. Me fjalë të paktën nuk duken. Për ty si për kushton shumë këtë gjë për plotësuar nevojat mbas të aktimit sportive të fëmijëve tu. Mungesa e hapësirave publike, mungesa e fushave të sportit, mungesa e parqeve ku fëmijët mund të argëtohen, është shumë problem për gjithë komunitetin. Jo vetëm për ne, por për gjithë komunitetin. Me fjalë në lagjen e spitalës ku unë banoj, e Kënetës në përgjithësi, ku nuk shoh asnjë, si të thosh, një fush futbolli apo një mini park publik. Ato fusha futbolli që janë kalqete që quhen teknikisht janë gjitha private, me fjalë janë me pakesë. Po nuk pagove dhe janë koste që relativisht që ndikojnë në buxhetin e një familje. Për sporti nuk është një drejtë, nuk është një drejtë e garantuar për qytetarët. Absolutisht. Nëse fëmia jo duhet dhe do të merret me sport, do të investosh. Dhe nuk e shoh gabon që mos të investosh. Po të paktën për ato kategori që nuk e kanë të mundësi, sepse një muaj në futboll, të paktën sa ishte çoni im, kushton një kushte 50-60 lekë, 70 lekë. Mirë, po me rroga 400 neto, po faktikisht është bruto, se neto është 370 pak mos gaboj, minimalja, apo që do vej 400 tani e ku di unë, është çik vështirë të shohësh fëmijën. Prandaj dhe ti I thoj fëmijës mos rrin telefon, po duhet të kesh edhe mundësi të tjera që ti heq telefonin nga dorë. Çoni për shembull, apo edhe fëmijët dhe lagjet në përgjithësi, kur I thot prindi lëre që telefonin dil për jashtë, dalin e rrinin në rrugë të lagjes, por nuk e kanë mundësinë që të vënë në një park, të bëjnë ku diun basketboll apo futboll, apo çdo lloj sporti, nuk është që thënë që të ketë një fushë futbolli tjetra dhe tjera nuk na duhen, jo, duhen gjitha. Pasojat e shkollës fëmijët kryesisht nuk kanë vend. Do bëjnë detyrat, ato detyrat e shtëpisë apo kujtimun dhe teorikisht janë në telefona. Për fat keq jo më teorikisht, janë praktikisht në telefona. Për sa mundohet prindi që ti thot bëj një aktivitet një diçka, kur ti thon ba, ku do bëj? Çfarë do bëj? Ja e lash telefonin, çfarë do bëj? Ti nuk ke as përgjigje që ti mundi përgjigjesh. Nëse do vish në qendër durrësi do paguash. Nuk I mes bibliotekën. Biblioteka nuk. Jo, biblioteka është një mesadion tek varrezat e dëshmorëve. Fëmijët e mi diku kanë qenë klient të themi mesatar, jo me fjalë shumë të pasionuar, por gjithsesi një herë në 2 javë apo një herë në javë apo një herë në 15 ditë ato vinin me një libra. Tani normalisht edhe çik detyrat e shkollës janë më të duhet të hapësirat e leximit, ku të lexohet. Ajo është pak, sidomos për periferinë është pak utopike me thënë drejtë, se hapësira e leximit në spital apo në shkollë është shumë vështirë. Nuk kanë në qendër qytetit në stadium. Ka hapësirë leximi në Durrës? Jo, është një biblioteka e Durrësit, por ka një dhomë shumë Ka një dhomë vogël që 12 metra katror, mbas edhe më e vogël se zyra, jo. Në qendër Durrësit, imagjinoni në periferitë e Durrësit. Unë do thoshe jo kënaqja shumë. Ishte një bashkëbisedim I thjeshtë,
Shpresojmë që dikush që ka në dorë politikat sociale, po ku di unë që për momentin progreson bashkinë apo dhe qeverinë kryesore, të bëjë më shumë për periferi, të bëjë më shumë për ato banorë, për ato fëmijë që janë ndër. Shpresojmë. Lëvizja bashkë të tjetë gjatë gjithë kohës në këmbgulje drejtave urbane, publike, jo vetëm në qendrën e qytetit, por edhe në periferi. Qëndrojmë vazhdimisht të lidhur për të folur për problemet e qytetit. Ishim unë, Artan Kacani dhe Ladi, antari më i zellshëm i Lëvizjes Bashkë. Ju falenderoj dhe ju përshëndesim.